Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Brezi i ri që po rritet këtu në Shtetet e Bashkuara, krahas se kanë ardhur në mosha apo kanë marrë profesione të caktuara, kërkojnë t'i kthejnë mbrapsht bashkëdhetarëve të tyre. Sot ne kemi këtu në emisionin tonë dy punonjës të shëndetësisë, një mjek dhe një farmacist. Të dy këta së bashku me shqiptarë të tjerë, profesionistë të shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara, do organizojnë në datën 16 gusht një panajir të hapur ku do t'i shërbehet, do të analizohen, do të takohen falas, bashkëdhetarët me mjekët e tyre dhe për të sonduar, të bëhet sondazhe në lidhje me sëmundjet e ndryshme që mund të kenë, për të kontaktuar mjekët drejt për drejt falas. Kjo është një shërbim që këta mjek të rinj që kemi sot këtu, zoti Zef John Markaj, i cili është podiatrist, pra merret me sëmundjet e këmbëve, por dhe miku dhe shoku i tij dhe bashkëpjesëtar në këtë organizim, Endrit Gropçaj, i cili është farmacist dhe do t'i gjeni të dy shumë kollaj kur vi puna, se në të njëjtin ndërtesë. Megjithatë, shoqëria që i lidh, dëshira që kanë për t'i dhënë mbrapsht komunitetit, i ka bërë ata që të vinë sonte këtu për t'ju bërë të ditur juve këtë panajir që do të organizohen, por njëkohësisht edhe këtë nismë që kanë bërë ata si grup për të shërbyer sa më mirë komunitetit tonë, edhe për të krijuar një lidhje dhe mes intelektualëve të rinj këtu në Shtetet e Bashkuara. Po fillojmë me ju së pari, Zef. Kujt i lindi kjo ide së pari? Herë faleminderit për thirrjen tuaj këto, edhe sukses në programin. Ideja nisi faktikisht për ndritet. Na gjithmonë kena qenë me shumë pasion për mjekësinë. Jemi shok qysh fëmijë të vegjël, edhe gjithmonë kena fol me pasion për mjekësinë edhe për komunitetin. Jena edhe pak patriot, besoj. Jo më shumë se batë. Edhe mund t'jetë gati pari dekadet, si kena folë gjithmonë si me kalimin e kohës, masi të kryjmë shkollat, masi të kryjmë shkollën mjekësisë e stërvitit, e ndërtit kryjmë shkollën e farmacisë dhe stërvitit e veta. Gjithmonë kena menu të hapim i medical center i vend tillë ku mundam i shërby njerëzve. Edhe gjithmonë kena pas këtë idenë se populli shqiptar është shumë i madh këtu në Michigan, edhe ka gjithë kanë nevojë për suport. Edhe supporti është thjesht çfarë mund japim na. Na mund të japim informatë dhe gjëra që dim na, edhe masi ndriti para disa muajve hapi farmacinë në buildingun tonë, atëherë ndriti mbaj idenë si ta hapim edhe organizatën edhe të japim diçka mbrapa në komunitetit. Shumë mirë. Po ju gjithmonë në mbështetje me njëri tjetrin prej kohësh, ë? Po, ashtu, do të menimua njëri tjetrin se si në shoqëni e gjithçka, faleminderit si na thirrë këtu për gjithçka. Po e kena bën këtë organizim se na pej shkollës e pej praktikës kena pa shumë patienta në çdo realmin në Michigan edhe në zona tjera. Ka shumë gjona se komuniteti jonë shqiptar me pas edukuar në situatën. Tash e kë organizim si ka menull të kisha Shën Palit me deal Agost 16, pe 11 sahati dhe në 6 sahati ditës, jena të munua me edukua poplin tonë për ne me take care of vetin më shumë, edhe me pas me pas kuraja me shkua të doktori jëtë ose farmacisti jëtë edhe njerëz tjerë në profesionat tjerë, si muna me fol njëjtën gjuhë. Tash shumë shqiptarë kanë bela familja si se folin gjuhën anglisht shumë mirë. Tash donë me ditë pse janë to pi këtë hapa, për çaj këtë hapa, në sens. So na kena më munua me edukua poplin
mënyrë tjetër do na edhe inshallah me i dhon kuraje rinis për e kena plotësua na shkollën e doktorit, edhe ata mundën me e plotësua, kjo se stërvisin vetin e mësojnë janë mirë me shkollë, so edhe ata mundën me mënua me edukua edhe rinin në atë mënyrë të bo. Jo, ju jeni nga njerë shpesher thuat në çdo fushë. Shembulli më i mirë është me shembullin konkret. Më tepër se sa ti bësh teori, shembulli konkret jeni ju të dy në këtë mes, dy shok, pak a shumë në moshë të re, të dy profesionistë në lëmit e tyre, në dy lëmi që bashkohen me njëra tjetrën, tashmë edhe me ofise me zyra në të njëjtin building. Ju sapo më thatë keni inauguruar farmacinë tuaj, pas një përvoje në CVS, si menaxher i farmacisë, dhe në këtë farmaci bashkëpunoni edhe me Zefin, por natyrisht edhe me punonjës të tjerë në të njëjtës fushë. Dhe është gjë mjaft pozitive që nesër ndoshta bashkëdhetarët do shkojmë ka ajo qendra shqiptare për atë gjën, jo vetëm një, apo dy, apo dhe 3-4 specialistë edhe mund të mblidhen dhe besoj që një nga hapat e para është kjo gjë që po bëni, është mjaft pozitive. Më duket se është bërë disi më parë gjatë kohës Covidit edhe një diçka ngjashme, apo Josef? Para Covidit, do më thonë, bota ishte, si më thonë, të gjanët ishin ma të lillna, ishin lëvizje ma shumë. Normal, Covidi ndryshoi gjithçka. Arrestoi, do më thonë, aktivitetin, biznesin, ekonominë, mjekësia pati shumë trauma, shumë vështirësi, edhe kjo si test për mjekësinë edhe për ne. Edhe, do më thonë, unë edhe ndriti, u detyruam si residenta në atë kohë, u detyruam si dalim jashtë zanat tonë të shërbejmë popullit të spitali për gjëra të përgjithshme, do më thonë, për mirëmbajtjen, kontrollimin e gjakut edhe vital signs. Ishte shumë problem, edhe do më thonë, e bërziu gjithë mjekësinë. Tash gjanat ka ndryshuar pak, po stabilizohen, po si t'ishte Covidi, si nuk t'ishte Covidi, na prapë kena të një shqetësime, do më thonë, për sa i përket popullsi shqiptare këto. Janë një popull si punojnë fort, janë shumë familjar, sakrifikojnë shumë, sidomos print për fëmijët e tyre, edhe fëmijët për print, edhe na kena qef si më ju bën pak si alarm. Për një arsye se lën vetin pas dore. Jo se lajnë vetit pas dore, po do më thonë, për dashnisë të madhe si kena, na sakrifikojmë për tjerët, për njëri tjetrin. Edhe ka herë harrojmë vetin tonë. Edhe kja është diçka se kena qef me zgju të popullit shqiptar, t'i bëjnë analizat pak në 2 herë në vit. I gjëra e rëndësishme, si unë më ka rënë arsye për shembull është se na bëjmë home care, bëjmë edhe transport falas për pacientat. Po kur shkojmë të shtëpia pacientëve, neve na takon me shikues se si jetojnë njerëzit. Shneti nis të shtëpia. Edhe shohim si jetojnë njerëzit, si veprojnë, ç'a hajnë, ç'a pinë, ku shkojnë, ç'a konsumojnë, gjëna legale, ilegale, gjëna të ndryshme. Do të thonë, shëndeti i njerëzve është shumë i rëndësishëm, po është edhe shumë alarmant. Edhe ka shumë neglizhencë. So na shpresojmë si njerëzit ta kuptojnë këtë edhe ta dinë se edhe kjo se ti nuk mundesh me shku te mjeku na vim tek ti. Se thjesht do na me të ndihmu edhe me ta kriju mundësinë si të paktën kjo se ti e ke problem ta arrish ta zbulosh para se ti të përvonë. Okej, kjo është kryesorja, preventivi. Pra preventimim, parandalimi, për marrja e masave paraprake përpara se individi të sëmurët këtë nevojë për ilaçe apo për ndihmë mjekësore. Tashi, më sqaroni çfarë do ndodh në datën 16 gusht. A është ditë e diel, është shtunë, çfarë dita është? Është ditë e diel. Aty do të jemi pothuajse gjithë ditën. Do të kemë mjek, farmacista, edhe infermiere, edhe physician assistants për specialitetet të ndryshme.
aty do të bëjmë edhe laborator, mund bëjmë analizat për njerëzit, mund të marrim, domethënë, vital signs, tensionin, rrajtë e zemrës, oksigjen, ta gjanat elementare. Edhe thjesht bëjmë pak preventive medicine si që përmendën ti. Edhe shpresojmë si shkojmë i fije ma filled, kemi edhe disa produkte mjekësore si mund t'ja japim aty për minimum. Edhe kjo se kanë pyetje tjera ose lypin specialistë të tjerë si nuk e kena atë, mund t'i sugjerojmë ku të shkojnë ose t'i japim i lloj rekomandimit. Edhe gjëja e dytë që janë shumë e rëndësishme për ne është si njerëzit, sidomos rinia, si janë mjekësi, si studenta, si profesionista, të vinë atë edhe të bëjmë pak network me njëri tjetrin, komunikojmë i fije me njëri tjetrin edhe me popullin, si këtë lloja alarme, do të them alarme, është situatë serioze, them si mas jena këto, ekziston problemi, po e kena edhe solucionin për problemin. Se tash kena shumë profesionista në zonën tonë të mjekësisë. Shumë të anshëm, po problemi është se ne nuk e njohim njëri tjetrin. Kjo është problem për ju, është problem për shikuesit, është problem për ne shqiptarët ndaj. Shumë mirë që keni marrë këtë nismë, ne do t'ju ndihmojmë me gjitha, në çdo mënyrat në kuadër të këtij aktiviteti, edhe më tej, nëse është e nevojshme edhe me commercials ose me veprimtari tjera që të tërheqim sa më shumë shqiptarë të vinë tek mjekët shqiptarë. Sa specialitete do ketë atë ditë, pak a shumë? Specialitete mund t'jenë rreth 6 specialitete, po siç kemi, unë si jam kirurg për këmbë, kyçin e këmbëve, po kena edhe informat përgjithshme për shëndetin e një pacientit. Kena doktora familjar, kena më kom dental, si kanë qenë shumë aktive dhe kanë thënë se... Doktor Ezani? Yes, është dentist fantastik, edhe ai me grupin e tij do t'jenë aty, edhe janë shumë të rëndësishëm. Edhe PAs edhe infermiere të ndryshme. Gjë mjaft pozitive. Edhe farmacist. Edhe farmacist, po do I keni ndak kështu ato. Po, so do të kemi stacione të ndryshme. Yeah, physical therapist, yes. Physical therapist. Okay, very good, very good. Është gjë mjaft pozitive, ju përgëzoj për këtë, por do vazhdojmë emisionin, duhet të sqarojmë. Tashti, unë kam një kuriozitet. Profesioni juaj, unë e kam mësuar në Amerikë, do më thënë, mjeku I këmbëve, podiatris nga podës, greqisht këmbë. Pse në Shqipëri s'kam mi pas këtë specialitet? Unë se kam ditur. Po, kjo është specialitet I vjetër, ka 100 vite se ekziston, po titulli përpara kanë qenë chiropodist. Edhe kanë qenë thjesht janë marrë më shumë me procedura të klinikës, do të thonë nuk kanë bërë operacione ndërhyrje kirurgave deri vitet 60, ku morën drejtë për bërë operacione. Edhe do të thonë se për këtë operacioneve në kam është ala një specialitet I ri. Normal, vendet evropiane kanë sistem të ndrysh, në krahasim me Amerikën. Do më thonë, edhe në Kanada, si është sistemi I fije ma evropian, ma anglez, mund thojmë, është podiatrist, titulli jonë, ka në disa limite. Kanë limite, nuk është kufizuar... Po, nuk kanë drejt me ba operacione me thella, si këtu në Amerikë. Këtu mund bëjmë, do më thonë, mund të nëshojmë kyçin, mund bëjmë rekonstruksion këmbës, këtë drejt me eksperimentu me operacione të reja, si që në të bëjmë të klinika jonë. Edhe është ala një fushë re me këtë aspektin e ri. So, në Shqipëni është tjerë, se një vend me infrastrukturë si ala ka nevojë për ndërtim atë madh.